Territori shqiptar për datën 9 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mod kryesisht të kthjellët në shumicën e zonave. Paraditja do të sjellë diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja ruan po të njëjtin regjim me pak vranësira kalimtare në jug dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë diell, duke krijuar një situatë të qetë atmosferike. Era do të fryjë nga drejtimi verilindje me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 9 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 9 dhjetor do të jetë në orën 6:48 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 4 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 16 gradë Celsius.